Ekipa ju në teren, pa dronë, pe i përfundit, a shpejt kem Hajtë qëlloja bacizesh. Ja s'po mu e marrë me men ku mund tjetë kjo qërshi kështu. Njora market? S'mujt e mja qëllu. Dënim e ki një iftar. Njora market? S'ka sharos iftar hish. Ja, jemi tek Banona Center. Banona Center, po, shumë bukur. Jemi këtu prapa me është Banona Shopping Center. Je marrë mja bleri fatbëris një tepsi baklavë që ka orë me na vizitu në radja. Ja mërë ja u e pa i qyrë një po qëfar blimit, a je budala? Edhe mirë mëngjesi për juve bacize që ju përshëndes gjithve. Na e mordh sot një kronik ma tjetër diçka se sa që i bojmë zakonisht, sepse kem dalë sot mi vizitu disa marketet qytetit i Stugut për me po se qysh po ecin bleret për festën e Bajramit, a ka konsumator ma shumë ma pak, a e ngrit çmimet ma shumë ma pak, edhe do të bashkëbisedoj me pronarët apo menaxherët e këtyre marketeve me pasë që është po ecë puna edhe qka po na thojnë këta. Për ndryshe, këtu në këtë market, pësho gëgja shumë të angazhum, janë 6 arkatare që janë angazhu. Kështu mirë mëngjesi, a keni fjet, a keni pushu. Edhe po mdoket pak u qëtësu që të të kaca se ma heret ke gëgja shumë. A do më të ble bacizesh në isan? Ja, kur gjohë. A do më të ble një qokolodë me lejthi? Ja, faleminderit shumë. Nuk i konsumoj qokoladat, Mikolla boll pës po guxoj. Të janë qokoladat. Nuk kemi qare deri sa ekipa është asaj dhe për lexuar mesazh nga Agron Hasonaj për i Fat Berishën. Po? Qa ka këtu? Lakum. Okej, hajtë lexoj mesazhin. Ja, hajtë vazhdoni me po, mirë lexoj mesazhin kur shkoni te ato qendra tjera tregtare. Qërë që aty e pava dikon me një torte. Bacizesh, këtu gëgja shumë ka njerëz, përshë që për në asë një moment nuk pëndalin bleret, edhe pse po lajmërojnë ekspertët e ekonomisë vendore që rritja inflacionit është gëgja e modhe, pra pse pra bleret pëndalin, ata njerëzit me vdek unë i smunën, vlenë gjona shqimore, gjona përditshmërisë, që nuk kanë qare pa i ble, po më interesan a blenë edhe gjona luksi hiqa, joa. Mërdi vashat plot. Që bacize që kjo zoja i pas ka ble sana të gashmi krejt, me torte, me drek. Pyte sa po i kushton që ajo shport? Me djath, tana. Zoj, mirë mëngjesi. A muj më të vetë diçka shpejt? Jem live për radio Fontone. Po? Apo na të regon, aja orë mi ble veç gjonat për Bajram, a furnizohesh për çdo ditë? Jo, veç për Bajram, nëse edhe për ditë marrë, po, sot ma veçantë. E pas ke ble baklavën? Po. Edhe do torta, ki ble torte? Po. A je knoqën me çmimet, a janë çmimet e shtrajta? Po, more përsa, si duhet me i përballu, qështë do t'jon duhet me i përballu. Me i penzion. Faleminderit shumë. Menderit qofshin, urime festa Bajram. So mirë. Nuk kanë çka me bo bacizesh. Qështë do qofshin duhet me i përballu? Nuk vegjoj menaxherin. Qa përdu me vetë që to? Ku është menaxheri ose pronori? Aja. Pronori. Apo na lajmëron?
Dhe veç le të vjen që sajtë se s'kuxoj më shku poshtë se nalet rjeti. Duhet mi përballu tha çmimet, nuk jem çka me bo. Duhet më rënu tha, me fjallë. Sikur ai që theke për naftë u shtrejtu tha një gjysë, o tha 10 let bota, petë një qesh 5 herë. Pa që zesh nësë po guxoj mund shumë më poshtë se për në ndërprejt rjeti, se është marketi goxhej madh. Ani. Edhe rrosëm aty në beton në s'kan ku të përtojnë valet. Okej. Për çatë arsye për do të më najtë këtu se për qef isha shku pak dejt e tortet atje me këshyrë. Sa torte ka janë shitish. Hajtë shko ka dale, se nuk nalet, shko ka dale. Po përtojnë njerëzit kuve të fundit me qi torte. Ky është sektori që mas shumë të bërë. A fjeta përshuta. Hajna. A ta bëj një pyetje? Po, mu shko ma bëj një pyetje. Apo na prezentohesh? Po, unë jam zyer në Ziraj, nga fshati Cerc. Vi që 2 javë për Gjermanie. Javë për Gjermanie. Po, me prit Bajramin këtu, me familje. Bravo. Tash e dalë mi ble gjona të shqipore. Po, jam dalë mi ble pak gjona të shqipore. Apo keni për shembull hapsin për me ble çka do në fjalla kështu, apo keni mundësi me ble çka doni? Ai, po. Duhet. Po, duhet. Çmimet apo ju pëlqejnë hiç? Vallai çmimet pak janë të larta, po. Për Kosovë? Për Kosovë, po. Ja. Janë të larta, po, çka me bo? Sa po ndikon për shembull kjo në xhepin tënd si mërkimtar? Ai, kogja mirë pësa. E tortet e baklavat e këto e ki ble, a i ki qit? Jo, vallahin, duhet mi ble. Duhet mi ble? Duhet mi ble. Si qetë gruja? Jo, në tash s'ka. Me bo së fa pak? Po, me bo së fa pak që të 2 javë. Ja vëraj këtë fest të gjithve, shqiptarve, ka janë gjithë muslimanve, ka janë krejtë botën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Edhe na të përshëndesim. Edhe juve ashtu ju përshëndes, e uri me kjo festë e Bajramit. Shumë faleminderit. Edhe na të urojmë festën e Bajramit. Priqë edhe jo shumë. Pasi zesh as njoni për menaxherëve s'ka ka kësajde. Rina ruja. As njoni, as menaxheri, as pronore. Janë goxha ngarkum se për shkak të fluksit të madh qytetarëve që ka nisë me dalë tash këtë notë Bajrami. Janë në zonë me porosina, po më duket të ndërprej rjeti, a më ndërprej vetëm unë linja? Po, a? Hajde vetëm pak. Okej, apo dalim qëtu dhe jashtë të nërë? Alo, mia. Ba që zesh, a ki diçka tjetër qka na mundë më bo, apo më vazhdu në ikon tjetër? Po, a? Na e mardh, si që thash dhe ma herët, këtu në marketin në stok Banana Shopping Center, Rinar, nuk shkum deri në katë dytë. A shkojmë shpejti në katë dytë, a këtëzojmë? Vesh me këshuja, apo ka blerje kështu? Apo hojnë njerëzit për Ramazana, ja. Opa! Po shahare. Këtu në ka dytë kanë tekstilin, këtu që kanë më lyë më ngjy, e kanë restorantin, edhe kanë vendin e lodrave për fëmi. Që e bëcizesh, qëtu e kanë vendin e lodra.
që hapësin sa dush. Kënej onën e djathë kanë restaurantin. Nuk vi ngjizojmë njerëzit që s'kanë qef, nashti mi ngjizu kur janë të hongër ushqim. Edhe këto tjetë po dihet lodra, veshmbathje, që janë këtu bizhuteri, kozmetik, edhe shumë gjona tjera. Po që ditë pse s'pëgjojnë pronarën këtu se zakonisht ajo rrin kacë. Që pronarën e gjeta. Oj pronare, nale. Nale pronare, si jem drejt për drejt. Vesh 2 pyetje shkurta. Vesh 2 pyetje. Mirë mëngjes ajo lodh. Ç'është po kaloni? Mirë shumë. Për ata që s'njohin apo prezantohesh me emrin. Zeneta Hasani. Unë lypa bashkëshortin tan, ajo do të më fol para kamerë. E lypa Samirin, ai më tha se është kësaj. Me siguri janë kësaj ata. Ti më e guxim shumë. Po. Veç apo na tregon, si market, a jeni të përgatitur për këtë natë Bajrami, a ka furnizime të mjaftueshme, edhe apo ankohen për shembull qytetarë në çmime për shkak të inflacionit? Sa e dim na jemi të përgatitur ç'është duhet, pra nuk e di ç'është përgjegjësia e klientit, a është i kënaqur apo s'është i kënaqur, na punë po kemi, vërejtjes po kemi. Domethënë kë ka mirë. Po më duket mirë ashtu. A ka një produkt që ushit shumë edhe ka mungesë për shembull, me baklava, me torta? Ja ka vallë baklava. Si pova një 30 baklava që të veç i kishim blesë. Ja ka sa dush baklava, tana amelsinat janë. Domethënë keni me ta në furnizim. Tana me furnizim jemi ta. Për ndryshe fluksi klientëve për shembull, a ka nisë rrit sad, atje akura. Që 2 ditë kemi këtë fluks pak më shumë është. Mirë është, për gjendja është shumë e mirë, klienta po kemi. Mirë për shkapuna. Punëtor apo ka? Punëtor ka bëllë sa dush, ja na kemi edhe punëtor bëllë. A ka punëtor të hajrit? Pa të hajrit janë, ajta është preferencim kërkush, ata që janë shumë mirë. Një mesazh për fund. I falenderoj gjithë klientët. Inshallah dohen të kënaqen ata me ne edhe na me ta. Mas mirë ti. Faleminderit shumë. Urime festa Bajrami. Faleminderit. Urime edhe juve, faleminderit edhe për juve. E nxonëm pak ngusht edhe pa përgatit drejtëreshin, e falenderoj shumë për bashkëpunimin që pat me radio televizionin Fontona, gjithmonë të gatshëm. Mungesë të bashkëshortit edhe të birit të sajna që zakonisht janë aktiv në biznes, unë e morra drejtëreshën pyetje, edhe e pyeta për çdo gjë, edhe na tregoj çdo e kam një klient, Renar. S'kam çaj, mirë mëngjes. Jemi drejt për drejt. Po. Je dalë se të më furnizu për Bajram? Po, kem dalë. A i ki bo hala blerit kryesore? 90% po. 90%? Qastet fundit mi përfindu kajtash. Tortet, a i qitë një shpi, a i bleni? Ja, ola pi bleni. Edhe baklave? S'ka kush mi qitë në drejta. S'ka kush mi qitë? S'ka kush mi qitë. Po pritojnë. Mos tuj që shtu se mas nejtë bërtasin të shpia? Ja, së më bërtasin se ata më kanë që mi ble. Falimderit shumë. E çmimet a janë? Çmimet janë të arsyeshme. Të arsyeshme? Po, duhet më konë edhe herë më të mdoja, ma si spiqisim vetë. Po. Për gjonat luksit? Për gjonat luksit. Ja vlen. Po. Kollaj, paret në gjep e vlen edhe. Bash. Falimderit shumë. Falimderit shumë. Edhe herë ma shumë. Edhe unë baklave në kësha bu 3 herë ma shumë. Për ndryshë në kom baklave në sigurume. Jo një për 2 baklava. Nuk po këtëzaj më full se po thojnë mas nej e qështojnë në nëri pas ka hi tërpia, këtë në gjinu shumë. A pas ka në zonë Amazone. Mosë më ka ndodhë as njona. Që pa të zesh vesh kem deri nalë, një 3-4 dakika, edhe që kur më shenë edhe një 3-4 vetë.
Nuk ka krizë në Kosovë. S'ka krizë në Kosovë, s'ka pas kur. Për ndryshe, nëse nuk ka diçka, unë e kisha mbyll këtu këtë transmitim drejt për drejt.